Në një moshë kur të gjithë nxënësit zgjedhin libra të lexojnë, ajo ka zgjedhur të lexojë një të vetën. Miara Osaj, nxënëse në shkollën Mileniumi 3 në Prishtinë, sapo ka kryer klasën e 5, por sapo ka filluar një rrugtim të ri. Kjo pasi ajo ka botuar një libër të vetën me poezi që përmbajnë tematika të ndryshme. E përndër të kësaj dite, ajo dhe familja e saj kanë organizuar një fest ku të pranishëm ishin shokët e shoqet e saja të klasës, prindërit e tyre si dhe familja e saj. Ajo tha se kjo është një ditë e rëndësishme dhe e paharruar për të. Në fillim të klasës së 5, mësuesja na ka jap një fletë, një lloj detyre, të cilën është titulluar Unë në fund të klasës së 5. Unë kam shujt aty qëllim me arrit dhe në fund klasës 5 që du me botu një libër me poezi. Edhe në fund ja kom arrit edhe jam shumë krenare me vetën. Shpresoj të keni lexim të këndshëm, ju dua shumë. E një fjalë rasti e pati edhe nëna e saj Mirlinda Regjepi Osaj, e cila shprehu emocionet e saja para të pranishmëve. Mendoj që duhet të jemi krenarë dhe ne si prind për Miarën, edhe kjo e dëshmon që kur bëhen së bashku shkolla, prindi, edhe komuniteti në përgjithësi, ne mund të nxjerrim më të mirën. Tutje, redaktorja e librit të Miarës, tha se Miara është një zë i fortë i letërsisë. Ishte e hapur ndaj çdo mendimi që jepja, ndaj çdo këshille që jepja dhe kishte dëshirë me mësu sa më shumë, më thonë. Dhe kjo është një e mirë në karakterin e saj, sepse ka me ndihmu mu rrit, jo vetëm si person, por edhe si poete e ashme, çka nuk e vën dyshim nëse vazhdon me shkruajt, ka me qenë edhe një zë i fortë në letërsinë. E krejt në fund, Miara u shpërndau të gjithë nxënësve të klasës së saj librin e saj.